Të dashur vëllezër, se nëse i krym farzët e Islamit, atëherë na kemi të garantuar xhenetin. Po nafilet dhe sunetet ku mbeten, ulemat kanë thënë sunetet dhe nafilet janë sebeb për me të ngrit gradat në xhenet, ama jo me hyrë në xhenet. Në xhenet hyn njeriu mas rahmetit Allahut me punët e veta, ta kem parasysh. Me punët e veta e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë nuk hyn askush në xhenet me punët e tij. Kanë thonë Resulullah ti, ka thonë asun përveç nëse Allah më ka plan me rahmetin e vet. Kjo nuk është në kundërshtim me këto që thash farzët shtin xhenet. Nga se Allahu xhaleshanu me dashur me na lyp barxhin neve, çka ne ka dhënë të mirat. Me thonë kryeni ibadete, paguni borxhet, na kursun hym xhenet. Me farze dritës synit suni dalim hakësh 500 vjet. Veshjet aty. Pra për rahmeti Allahut është ai që na çon xhenet. Por po themi, nëse njeriu është musliman, s'është kafir, atëherë farzët janë sebeb me izin të Allahut për me shti atë në xhenet, me rahmetin e Zotit. Nëse nuk i ka farzët, atëherë rreziku për xhehenem është i madh. Por nëse nuk ka bë kufër, edhe pse i kalon farzët, prap ka i myt me dal prej xhehenemit. E nëse kryen farzët, hyn në xhenet. Po sunetet edhe nafilet janë për ngritje të gradave në xhenet.